çrregullimi i stresit post-traumatik ose PTSD-ja, kjo që përtu post-traumatic stress disorder, është pasojë më e rëndë psikologjike e luftës. Unë kam qenë bashkëautori një hulumtimi që kemë bërë me kolegë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga CDC në Atlanta, doktoresha Barbara Cardoza e ka udhëheqë ekipin e hulumtuar, se kam qenë pjesë atij ekipi, dhe kemi vërtetuar prevalencën prej 25% të PTSD-s në popullatën e rritur të Kosovës. Po folim për shtatorin 99. Shtator 99. Çdo i katërt qytetar i Kosovës, 15 vjetë dhe më i vjetër, ka pas shenja dhe simptomat të çrregullimit stresit post-traumatik. Dhe si shoqëri e tillë rënd e traumatizuar. Po flasim për cilin vit ka qenë ky hulumtim? Ka qenë viti shtatori 99. 99, po. Në maj 2000 është bërë edhe hulumtimi përcjellës. E këto dy hulumtime kanë qenë hulumtime madhore dhe janë botuar në dy prej revistave më të njohura të kohës, njëna në JAMA, Journal of American Medical Association, tjetër në Journal of Traumatic Stress. Pra së kohë doli që 25% e qytetarëve kanë çrregullim të stresit post-traumatik, të qytetarëve 15 vjetë dhe më të vjetër. Ky është edhe hulumtimi që e kanë nxjerrë të dhënën për 20.000 gradë dënume në Kosovë, që ka qenë një fakt shkencor i cili e ka rënë politikën e si traumë vetë atë shifër. Realisht, askush nuk beson të aso kohë që është numër aq i madh i grave të dhënuara. 20.000 është numër i frikshëm. I frikshëm. Mbaj mend që ka pas debat të jashtëzakonshëm në kohën ka pas mos pajtime, reagime të ashpra edhe nga instanca ndërkombëtare për validitetin e rezultatit. Është ky skënshtarisht i valid ky rezultat apo jo. Mirë po, metodologjia shkencore që patëm përdorur në atë kohë me zonën Cardoza dhe bashkëpunëtorë tjerë që kemë pas, ka qenë e tillë që s'kalon as i dyshim, madje ai punim u botu në xhama, e mbylli atë pikë dhe ai ka marrë një fakt i pamohshëm i gjenocidit që ka bërë qeveria serbe në Kosovë. Fakt shkencor. Dhe tash, në atë situatë natyrisht një plan, një strategji që është mu ballafaqu me një popullat të tillë rënd të traumatizuar, se nuk ka qenë vetëm çrregullimi i stresit post-traumatik. I njëjti hulumtim ka qenë që 43.1% kanë pas shenja dhe simptoma depresionit madhor. 43%. 41.6% të distresit emocional ose të ankthit. Pra, gati çdo i dyti qytetari i vendit ka pas shenja të ankthit dhe depresionit. Periudhën e paslutës. Dhe ne pastaj u patëm mbledh Asociacioni Neuropsikiatrëve të Kosovës, mendimin e Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe Universitetit e Illinois në Chicago. Profesor Steven Wine ka qenë një mbështetës i fuqishëm i jonin në atë periudhë për mi dokumentu faktet, patëm punu, patëm bërë strategjinë e parë të shëndetit mendor, strategjinë kombëtare të shëndetit mendor, e cila rezultoi me një sistem të ri të shërbimeve të shëndetit mendor që na kemi në Kosovë edhe jemi unik me këtë dhe mund të krenohemi me këtë se prej Slovenisë, prej Ljubljanës dhe deri Atina poshtë, këtë pjesë të Europës Lindore s'ka sistem të tillë. Shërbime shëndetit mendor bazuar në komunitet, në mbështetjen e familjeve të smurëve kronik. Për fat keq vetëm të smurëve me skizofreni. Skizofreni, po. Nuk kemi lëviz prej asaj pike. E tash duhet strategjia e re. Jo në nxjerrë dhe 3-4 dokumente tilla në ndërkohë gjatë në 25 viteve, por nuk ka pas investime, nuk ka pas realizim. Dhe unë mendoj se tash ka ardhur koha që të kuptohet se investimi në shëndet mendor është në esencë investim në sigurinë shoqërore. Po i shohim raste të dhunës, në rritje, në rrafshe të ndryshme, në familje, në shkolla, në fusha sportive, në rrugë, në kolon të prit në automobil, do të thotë shkalla agresivitetit është rritë aq shumë sa me të vërtetë duhet ndërmarrë masa konkrete, sistematike, në bazë një strategjie të veçantë për t'i adresuar problemet si duhet.